Vazhdojmë me studiues të gjuhës shqipe. Zoti Guri, dhe ne në preferencën tonë kemi studiues që janë të pasionuar, si e keni thënë shpesher, non-akademik. Non-akademik. Po, që kanë në zëmër dhe në pasionin e vetë studimit. Po si që kemi dhe ne dy, o Zoti Guri. Edhe zotria në fjallë inxhierë që janë inxhierë mekanik. Një tjetër lab, o Zoti Guri, se sot unis me lab. Nga Trbaq. Unis me lab. Një lab kishim zotin Zaçe Islami, tani kemi zotin Sokrat Hodo, i lindur në Trbaq të Vlorës në zëmrën e labëris, dhe i cili është inxhinier, ka mbaruar inxhinieri mekanike, ka qenë në Vlorë, dhe tani jeton në Angli. Ka bërë një studim të hollësishëm për gjuhën shqipe, të cilin e ka titulluar Gjuha e Nënës. Ka bërë një libër për cilin do të na flasi pak zoti Sokrat, mbasi zoti Guri do të na flasi pak. Nuk kam gjë speciale, sepse zoti Sokrat si inxhinier dhe si studius e njohim pak, sepse jeta e tij është e lidhur me një shtet tjetër, siç është Britania në këtë rast. Edhe ai ka krahas punës që të ka si punën e përditshme, është i përkushtuar si neve, zakonisht. Është përkushtuar si inxhinier të mendojë dhe të shkruajë për gjuhën e vet, ku ata jashtë e kanë më të theksuar këtë lloj dashurie, këtë lloj si të thoshja, një lloj malli, emocioni malli që i prodhon. Nostalgjia. Kjo nostalgjia dhe malli i prodhon mendim. Prandaj nuk është të thënë që ti jesh një si punë një matematician në Lushe që ka përkthyer një vepër të kësaj të pllakës Lemnasit, po unë kam frikë të dalë të shej, se mund të më thonë që po ti si gjyqtar. Po gjyqtarët e mëdhenj kanë qenë matematician, geolog, ka qenë inxhinier, kanë qenë me radhë. Pra duke e falenderuar Sokratin edhe për ndjekjen e vazhdueshme që ka bërë emisioneve tona, eftojmë të na flasi për këtë studimin e vetë që ka bërë mbi ky libër, Sokrat. Si filluat? Si filluat me këtë libër? Sa mblodhet, faktet, dhënat? Po, pavarësisht se sot tema që ne do trajtojmë është diçka tjetër, këtë e kam vënë si një parantezë për të prezantuar me publikun. Pra, libri Gjuha e Nënës, cilën unë mund t'ju tregoj këtu, është një libër që për cilin jam përkushtuar mbi 6 vite, e gjithë koha ime e emigracionit. Ndodhi kështu çuditërisht, unë nuk se jam gjuhëtar edhe nuk pretendoj të jem, por koincidencat erdhën të tilla që më detyruan në mënyrë jo të pavetëdijshme të mblidhja disa materiale, pasi kam emigruar në fillimisht, kam emigruar në disa vende të Europës, po në Holland më ndodhi një përplasje me disa fakte dhe me kushte që u takuan në një pikë. Aty kush ishin këto kushte? Ishte një njohja me teorinë e Petrozhejit, ishte njohja me një teori të një libri okult të një shkrimtari anglez, Alan Watts, meqense ta përmendim në këtë rast. Koha e Covidit që më dha mua mundësinë të kisha kohë për të lexuar, sepse kisha kohë që nuk lexoja librat këtyre kësaj natyre asnjëherë xhanëm. Dhe kursi i një gjuhe holandeze bën që u takuan bashk të gjitha këto në një pikë dhe u detyrova të përkushtohem kësaj gjë duke kurorëzuar edhe me këtë libër modest. Tematika e librit. Tematika Sokrat. Po, tematika është e veçantë. Janë dy ide të lidhura në një strukturë të pandashme, siç janë misticizmi dhe simbolizmi, ose semiotika që do të thotë se kjo është një libër që flet për një teori të mirëfillt, me parime, dhe gjëja kryesore, po themi në lidhje me gjuhën, është sepse unë vërtetoj që gjuha shqipe është një gjuhë
që mund të jetë e vetmja dhe po shpik një term timin, ndoshta dhe ekziston, gjuhë alfabetike, që do të thotë se është një gjuhë ku fjalët mund të ndahen edhe në gërma. Ky është një fenomen shumë i rrallë dhe i panjohur deri tani, edhe teoria unë jam munduar me aq sa mundem të shpalos edhe në studio të tjera, edhe në faqet e mia të rrjeteve sociale, duke ofruar në një mënyrë edhe argëtuese, por ajo që unë kam munduar të shpreh me këtë libër është kjo, që fjalët në gjuhën shqipe mund të interpretohen edhe në mënyrë alfabetike, që do të thotë çdo shkronjë, siç bëhet edhe fjala nga shkronjë, ndodh që edhe shkronja të jetë përbërë nga fjalë apo edhe shprehje kuptimmbartëse. Shembull. Për këtë arsye, po. Nuk mund të, siç e tham, tema e sotshme është tjetër gjë dhe unë nuk dua që të thellohem te kjo sepse do humbasim minutazhin, por unë kam zbërthyer aty deri në fund 3 simbole, k-ja, q-ja dhe g-ja, por kam hedhë pista për disa të tjera, siç janë g-ja e disa me radhë. Meqense ideja është që shumë shkronja, siç është shkronja një për shembull, që është një shkronjë e përbërë, n plus j, sepse kjo është e reflektuar në alfabet, që është si formë ligature NJ, është përbën një fjalë. E njëjta gjë ndodh edhe te shkronja q, që është më kryesorja, po edhe g-ja e me radhë. Po tek shkronja f që e përmende, se e kemi shpjeguar dhe ne këtë. Po jam kurioz, si e ke shpjeguar shkronjën, çfarë simbolike është? F-ja. F, flamur. Q-ja është, këtë kam gjetur në hollandisht, Q-ja është një shkronjë e përbërë, që po ta shikosh për shembull te një 2 fjalë në shqip, fjalë që duhet të jenë 10 vjetra, siç është fjala shtjerr dhe shqerr. Pra Q-ja në këtë rast është TJ, mund të zbërthehet, domethënë, ose ngjashmëria që bën kjo bashkëjetesë e këtyre 2 tingujve, bën që kjo të ngjishet në një simbol të vetëm, në një tingull të vetëm, që është q-ja në këtë rast. Kjo kuptohet që ka evoluar dhe është diçka më e vështirë për të shpjeguar, prandaj dhe unë nuk dua. Kjo e mira është bëhet një temë vete, sot kemi një tjetër temë. Okej, vazhdojmë me temë. Nëse zoti Zazan, besoj e di se për çfarë duhet të flasim sot. Kjo ishte për prezantim për mua. Po jo, ne besim një shembull, zoti Sokrat, një shembull që ju thatë që gjuha shqipe është gjuha alfabetike. Më jep 2-3 shembull, lutem. 2-3 shembull, që germa i ka kuptim dhe unë e kam thënë me intuit, edhe unë e kam thënë këtë te zoti Balej. Që i ka dhe germa kuptim gjuhës shqipe. Fjala gur për shembull, g e ka kuptim, gër. Pa, thoj 2-3-4 shembull që ne të bëjmë edhe të hapim dhe rrugën edhe kuriozitetin për të tjerët, për shqiptarët që dëgjojnë. Shiko, unë kam dhënë një shembull, ju doni shembull. Shembull ka për shembull te fjala pavarësi, shkronja m në këtë rast i bie ë-ja, po vetë fjala m do të thotë m. Pavarësi, m-ja nuk e ka ën në këtë rast, por ajo vetë është një fjalë në këtë rast. Po të marrim një fjalë tjetër, për shembull fjalën hutaq. Hutaq do të thotë një njeri që harron shumë dhe duke qenë se shkronja q mund të interpretohet si një fjalë e vetme që do të thotë fjala tej. Fjala tej. Do të thotë që mund të ishte një fjalë tjetër, një njeri që tej harron, një njeri që harron shumë. Kjo është një rast. Kuptohet, thash, nuk mund të thellohemi, kjo do një emision të veçantë.
Okej, mund të vazhdo për çfarë? Sot unë nuk doja që të prezentohesha, jam përgatitur për tjetër temë. Okej. Vazhdo atëherë. Pyetja është deklarata e pavarësisë apo misticizmi shqiptar? Jo, deklaratën e pavarësisë. Po, urdhë. Këtë e kishën. Urdhë. Çfarë mendimi keni ju që ajo deklaratë nuk është origjinale ose është një kopje origjinale, dhe origjinale ekziston diku që ju mund ta keni gjetur? Atëherë, unë kuptohet që nuk ose e kam në dorë dhe të gjithën këtë këtë ide do ta jap si një dyshim të fortë, por kuptohet që faktet janë për mendimin tim që duhet marrë në konsiderat. Siç e dini, u tham që unë jam emigrant, do them prej disa viteve. Dhe njohja me disa libra, siç e thash, që quhen libra mistike. Kalojmë shpejt, se s'kemi kohë, kalojmë shpejt hyrjet. Vazhdo deri në temë. Pa merak, në temë jam, do ta konsumoj brenda minutazhit. Unë kam ngritur një ide se ku mund të gjendet deklarata origjinale e pavarësisë. Në një moment unë këtë e realizova në mendje, po themi, dhe mu desh që të mblidhja fakte, të bëja hulumtime me ato mjete që kam, sepse unë nuk kam arkiva ose akses në për arkiva, por nëpërmjet informacioneve, nëpërmjet emisioneve, nëpërmjet teknologjisë dhe atyre që munda, arrita të ngrë një teori të besueshme, po themi, në fakte kuptohet, duke bërë hulumtim dhe renditje të duhur të fakteve që çojnë në këtë konkluzion. Sot po e paraqes para jush edhe opinionit publik, do mundohem sa më thjesht edhe qartë. Atëherë, duke i bërë një zhvillim hap pas hapi në mënyrë, po themi, arkeologjike, këtë mister, duke qenë se Shqipëria ka disa mistere, dhe këtë me qenë se e filluam edhe me librin edhe njohjen me teoritë e Petrozheit, aty unë u njoha me një term që quhej i treti i papërfshirë, që do të thotë qendra. Kjo qendër është qendër mistike. Kjo qendër bashkon dy të kundërtat. Dhe duke vënë këtë në kontekstin që dua unë, them se mund ta përdor jo për t'i bërë qefin vetes apo shqiptarve, por duke e sjellë si diçka reale dhe që kënaq edhe logjikën. Këtë analizë do ta filloja me pyetjet që lindin natyrshëm. A është më kjo deklarat? A ekziston? Ku është? Kush e mban të fshehur dhe pse? Analiza ime vjen mbas një renditje të duhur të fakteve që njihen, thjesht kjo gjë. Së pari, deklarata është që kemi tani në dorë, është thjesht një kopje, e dihet kjo, e nxjerr nga një fotografi e bërë në 25 vjetorin e shpalljes pavarësisë nga Kel Kodheli. Së dyti, një fakt që dihet dhe ky, është se dikush e ka ofruar për rastin e 50 vjetorit pavarësisë në vitin 1962 dhe ja ka shprehur këtë gjë historianit të ndjerit Kristo Frashëri. Dhe duke i pohuar atij se këtë ja kishte dhënë vet Ismail Qemali në dorë, bashkë me një letër ku thoshte ta ruante me kujdes. Këto fakte në mënyrë deduktive të çojnë në logjikën se ky person
ka qenë dikush që ka marrë pjesë, që duhet ketë marrë pjesë në shpalljen e pavarësisë dhe ka qenë një njeri shumë i rëndësishëm. Dhe përveç kësaj ka qenë gjallë edhe në vitin 1962. Kristof Rashri çuditërisht nuk ka dhënë më mendime mbas vitit 1990 që ka qenë i lirë të shprehej, po edhe dikush nuk e ka pyetur. Nuk e di nëse ka, domethënë, ndonjë informacion për këtë gjë. Nuk e di, më dëgjoni? Po, vazhdojmë. Okej. Duke patur parasysh që Ismail Qemali kishte parashikuar një listë me 83 apo 84 delegat në deklarat, janë vetëm 40. Po ashtu, aty më duket se mungon edhe firma e sekretarit. Ajo që më bën përshtypje është dhe fakti që disa personalitete të kohës dhe patriota të padiskutueshëm, si disa antar të Kongresit Manastirit, si Gjergj Fishta, për shembull, mungojnë. Kjo është një gjë e çuditshme. Përveç një Kemal Karaosmani, që është në listën e deklaratës që kemi. Megjithatë, individuisht do të thoshta që ajo letër që kemi ne për deklarat, e formuluar siç dihet apo thuhet nga Luigi Gurakuqi, është vetëm një letër prove, që sipas intuitës time, që është perceptuar në moment për të testuar në rast parë gatishmërinë e disa prej delegatëve që mund të kenë qenë edhe të panjohur nga Ismail Qemali, por edhe për të testuar penën, se atëherë ka qenë me boj apo stilografin çfarë ka pat. Meqense gjysma e emrave mungojnë, do me thënë se emrat e disa delegatëve që unë mendoj se kanë qenë dhe kanë qenë kryesorët, janë në një letër tjetër, që është një dokument i vetëm, një letër e vetme, që duhet të jetë një letër shumë më prestigjioze se sa kjo letër që kemi ne, dhe që pavarësisht se kjo që kemi e ka bërë punën e vet. Por aty duhet të jenë 83 firmëtar të deklaratës së pavarësisë. Tani, kush është ky personazh enigmatik që ka poseduar dokumentin, që është besuar ky dokument? Nisur nga gjitha këto fakte që unë thash më lart, mendoj që është një njeri i besuar i Ismail Qemalit dhe një patriot i padiskutueshëm i asaj kohe. Është një investim i kahershëm i Ismail Qemalit dhe mund të konsiderohet, pavarësisht se nuk e përmendëm qartë rolin e të tretit të papërfshirë në këtë rast, që është një element edhe mistik, që do të thotë është një personazh i papërmendur nga historia në lidhje me deklaratën e pavarësisë deri tani, dhe ky personazh unë mendoj që është Ali Aslan. Një lab patriot, njeri i ndjeshëm dhe besnik i Ismail Qemalit, i çështjes së pavarësisë, po edhe i vendit. Ai ishte sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministror dhe ka patë edhe shumë poste të tjera, derisa e mbyll në vitin 1939 si kryetari i Bashkisë së Vlorës. Arsyet se pse u fshe deklarata origjinale e pavarësisë ishte shumë e thjeshtë. Sepse puna vjetra vjeçare e baballarëve të kombit, fjala e tyre nuk kishte vajt në vend, duke patur parasysh vendimin e konferencës ambasadorëve të vitit 1913. Ku disa vende me mëdha e ndanë Shqipërinë dhe një pjesë të madhe e lanë jashtë territorit të Soçëm. Megjithatë, ky u korrigjua, mund themi pjesërisht,
me shpalljen e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 në shkurt. Por fakti që edhe mbas çlirimit Kosova ngeli jashtë territorit të Shqipërisë, edhe pse dy nga brigada e 5 dhe 11 mos gaboj shkuan deri në Sanxhak, sepse kishën atë vetëdijen e kufinjve të tokës së tyre. Prapa jo ngeli jashtë sepse ato manipulimet politike kështu funksionojnë. Megjithatë, unë them që ky person e ka patur në dorë deklaratën e pavarësisë dhe tani lind pyetja se ku e ka siguruar këtë dokument, ku e ka lënë, ku e ka vënë në një vend të sigurt apo në një dorë të sigurt. Unë shikoj tre mundësi. Në qoftë se do t'ja kishte lënë ndonjë nipi të besuar apo familjari, ai besoj se i ka ardhur koha që ta nxjerrë. Megjithatë, unë e them si një opsion. Meqense disa koincidenca të tjera, që siç janë vdekja e Ismail Qemalit në 1919, ku Ali Aslani ishte kryetari i bashkisë dhe bëri gjithë ceremoninë e përcjelljes në banesën e fundit të trupit të babait të kombit. Sepse ai ka qenë kryetar bashkie në këto vite 18-20 në Vlorë. Mirë po, ajo që është më e rëndësishme është fakti se në vitin 1937, ku ai ishte prap kryetari i bashkisë së Vlorës, me rastin e 25 vjetorit me vendim qeverisë, ai e sjell trupin e Ismail Qemalit që ishte varrosur në Kanin, e sjell në Lulishten me të njëjtin emër, afër vendit ku ishte shpallur pavarësia, dhe në të njëjtën kohë ai bën edhe një veprim tjetër, krijon një lulishte, mbjell dhe 25 pisha në mënyrë simbolike dhe ideon dhe një kolon monumentale për shtizën e flamurit që është sot në Vlorë. Ai vendosi dhe një luleshtar të cilin e ka paguar nga rroga e tij për të kujdesur për lulishten. Mori dhe Odise Paskalin për të bërë një bust të një monument ushtarit panjohur mbi varrin e Ismail Qemalit. Dhe të gjitha këto janë disa fakte që mua më bën të dyshoj se ai këtë dokument e ka fshehur ose e ka futur në kolonën monumentale që ka ideuar vetë ai dhe është kujdesur deri në fund. Pse nuk e nxori këtë? Arsyet i thash sepse edhe mbas çlirimit ai nuk mundi që Kosova ngeli jashtë hartës. Rasti i tretë mund të jetë edhe në varrin e Ismail Qemalit, por unë e përjashtoj apo te monumenti i ushtarit panjohur, por unë këtë e përjashtoj sepse ai e ka ditur që dhe koha ka treguar që njerëzit kanë qejf t'i lëvizin dhe t'i gacmojnë vendpretjet e njerëzve, sidomos njerëzve të duhur. Zoti Sokrat, atëherë në qoftë se nuk kemi asnjë kopje apo dokument origjinal apo kopje të saj. Në këtë mënyrë që ju po thoni që duhet të jenë 83 emra. Atëherë vlera ka vlera autentike vetëm apo ka dhe vlera aktuale sot? Ku është vlera e kësaj? Ku nuk ekziston? Se të gjetë një kopje ose të parafrohesh një mënyrë gjetje, diku në Vjen, diku në Durrës, diku në Tirana, në Vlorë, dakor. Po ju thoni që nuk ekziston një kopje e tillë. Me amendje që do ta ketë patur Ali Aslani, i famshëm i këngëve të patriotike. Po. Shiko, ai siç thash,
Atëherë, unë duhet të flisja edhe për Ismail Qemalin dhe njohjet e tij. Pra njohjet e tij janë që në Stamboll me këtë personazh. Ai e ka ndihmuar edhe në shkollimin e tij, sepse ky kishte ngel edhe jetim nga babai dhe ashtu ishte rritur nga njerëzit e nënës. Po unë thash, nuk e kam në dorë që ta them. Kjo është dyshim në bazë të këtyre fakteve që unë nxorra. Çfarë vlere ka ajo? Ajo ka edhe dokumenta shoqëruese, sipas mendimit tim. Në qoftë se kjo... Një artefakt, një artefakt, një letër. Jo, ka thjesht supozim. Të thash. Supozim të vetin, do në thënë në bazë të afërsisë që ka pasur Ismail Qemali me Ali Aslani dhe ai supozon që duhet ja lënë atij. Po unë kam ditur që zoti Nosi që Lef Nosi i pushketuar nga partia më vonë pas lirimit, unë e di që ka pasur ai, do të thënë si shtonë, kam parë disa emisione në internet që ka patur Lef Nosi dhe pastaj nuk e di ke fino afato në italian. Po kjo nuk ka ndonjë rëndësi për Lef Nosi ka nxjerrë këtë që kemi pra. Lef Nosi ka pasur ai e ka nxjerrë. E ka nxjerrë që është fotografuar. Po. Po në rregull, ai që është fotografuar ai është zyrtarisht. Sokrat thotë që është një tjetër origjinale me plemra të plotë. Ajo që është me firmat e shumë personave që ka qenë atje. Dhe nuk besoj se ka qenë një letër prove që thua zoti Sokrat. Jo, ja, të them unë atëherë. Ismail Qemali duhet keni parasysh që ishte një njeri që nuk ju nis kësaj gjëje për dal kur dal dhe nuk e ka lënë këtë punë për të shkruar një cop letër në momentin e fundit. Deklarata e pavarësisë duhet të jetë një dokument më prestigjioz. Dhe unë pretendoj, unë thash, kjo e ka bërë punën e saj, nuk është se zvlen. Ajo është e rëndësishme, apo jo zoti Guri? Ajo që ka bërë punën e saj, ajo na intereson e rëndësishme, po pastaj amëndësime mund të bëjmë ne, që mund ta ketë ai, mund ta ketë ky. Po jo, këto nuk janë hamendësime, unë i thash. Këto janë hamendje me intuit, janë dy gjëra të largëta. Unë thash e kam intuitive, e kam edhe të përjetuar, nëse doni ta dini, mund të shprehem edhe kështu, por po them, këto fakte unë i kam mbledhur për t'i analizuar ata që janë dhe specialist, tek e fundit, dhe për mua do të ishte e pafalshme se është brenda territorit të Shqipërisë. Teknologji dhe mjete skanuese ka sa të duash, mund të bëhet shumë thjesht, por mua të gjitha këto fakte më mblodha sepse të çojnë te monumenti atje te Shtiz e Flamurit që sepse deklarata origjinale nuk është gjetur. Në rregull. Po mirë. Mund të jetë edhe origjinale e kësaj. Në rregull, doli Sokrat, është e qartë, e the. E qartë mendimi. Është e qartë. Kjo ishte ideja ime. Okej. Duke të falenderuar Sokrat. Tani edhe një gjë tjetër, që meqense se unë thash i merrem me simbolikën e gjërave. Po. Vet Ali Aslani ka edhe një lidhje ose koincidencë emblematike me 28 nëntorin, sepse ka dhe ditëlindjen e tij në 28 nëntor. Përveç kësaj, unë kam lexuar edhe disa nga ato që quhen poezitë e tij. Ai shkruan për Vlorën, shkruan për Flamurin, dhe bile vargjet e njërës prej saj janë në bustin që gjendet në vajzë, ku thot jam vlonjat dhe tri me bes, rreth Flamurit ditë të vdes. A me hir, a me pa hir, do e mos doroj lir. Kjo ishte shumë e bukur për ta mbyllur emisionin. Unë nuk them se Lef Nosi ishte një patriot si të gjithë firmëtarët, po të kisha kohë do ta analizonim edhe mohollësisht
me fakte të tjera edhe me kështu, por unë ju përmbajta dhe minutazhit të emisionit tani. Okej. Sa për kohë Tani, 40 se sa minuta. vlen kjo, varet, di të them edhe një gjë, unë gjatë emigracionit kam fituar vetëm një gjë. Kam kuptuar se çdo të thotë ti jesh koshient. Varet se sa koshient do t'i jesh shqiptarët për këtë çështje, unë përveç këtë u mundova ta sjell me thjesht me sinqeritetin tim, mund të duken fakte të dobta. Nuk e di se sa, por për mendimin tim e kam punuar shumë me këtë gjë dhe nuk dua që jo të më vejdëm se unë kam detyrim ndaj vendit tim, jemi duke përsëritur të njëjtat gjëra. Por do të çuditesha nëse do të ngelej, domethënë pa u verifikuar. Është një gjë me shumë rëndësi për mendimin tim. Sokrat, ju thoni që ky dokument mund të ndodhet tek monumenti te shtiza e Flamurit, te sheshi i Flamurit në Vlorë, apo jo? Tu e keni? Po. Muabe, okej. Domethënë kjo është një hipotezë juaj. E zëm, sikur ai dokument origjinal nuk gjendet kurrë, që kjo është dhe probabiliteti më i madh ta zëm, po kjo nuk e zbe as pak aktin e shpalljes së pavarësisë dhe dokumentin ekzistues që kemi të pavarësisë. Jo, atëherë që ta diskutojmë siç duhet. Thash që kjo deklarat pavarësie e ka bërë pjesën e saj, por ajo deklarat bën një punë më të madhe, atë që duhet bënte deklarata që e vërtet e 1912-ës. Cili ka qenë qëllimi? Ju e dini shumë mirë që qëllimi i asaj deklarate ishte për trojet natyrale të Shqipërisë. Kjo Shqipëri që kemi ne sot nuk është Shqipëria natyrale. Po patjetër, po dhe ajo deklaratë e fotografuar nuk ka qenë për këto troje që kemi sot. Në 12-ën u shpallë trojet pavarësia e trojeve shqiptarisë, në 13-ën pastaj u cënuar në Londër. Nuk është Shqipëria e 12-ës. Jo, patjetër, në 12-ën dhe tek ajo deklaratë që kemi, deklaratë e pavarësisë për trojet shqiptare, për 90.000 km², pavarësisht që në Londër u katandisëm kaq sa jemi sot. Okej. Po, dakor. Sokrat, na jep letra, Sokrat, Sokrat që edhe pse unë paraqes, edhe pse paraqes si dyshim, dua të them që është një, edhe sikur mos dale vërtet, u kërkoj ndjes nëse vete quhet falso si lajm, kërkoj ndjes që tani, por them që nuk më ullë reputacionin, sepse është një dyshim konkret dhe s'ka qenë asnjëherë deri më përpara. Është një dëshire sinqert, e një patrioti të sinqert, e një labi që jeton jashtë kufive, për të gjetur një dokument autentik. Por, këtu kemi një por të madhe. Edhe si kur të mos gjendet kur ai dokument, nuk ndryshon asgjë nga domethënë pavarësia, sepse ajo pavarësia që kemi është paru për gjithë trojet shqiptare. Nëse nuk gjendet, nuk ndryshon gjë, po nëse gjendet. Si? O Sokrat, për ne nuk mund të vim, me le, o Sokrat, nuk mund të vim në një emision pa një artefakt, pa një fakt, me hipoteza. Jo, mirë, shkoj, Këtë një fakt ju. Për ne do ishe një fakt i mirë atë që ju thatë. Gjuar shqipe, gjuar alfabetike. E do rendisje 1, 2, 3, 4, 7. Bje fjalla. Ato quen fakte që ti i bën me dije, po mirë, po në rregull. Dëshira mirë Sokrati për të gjetur dokumentin. Miliona shqiptarë që janë në Amerikë, që për nostalgji kanë dëshira të mirë. Shiko, për atë unë nuk kam bërë kërkesë. Kemi atë që kemi këtosh një emision ta që kemi 20 minuta, Sokrat, 20 minuta emision, ku ne vemi në emisionet televizive 20 minuta 4 veta, që i bie 3 minuta një person, nësa 20 minuta juve vetëm, dhe nuk mund të ndërtosh një E rëndësishme që ai dokument për të cilin kemi fotografi, për cilin unë e kam parë edhe në përfaqe muri në për institucione, ai dokument ka qenë për gjithë trojet shqiptare, ai firmosur aty. Pastaj se u bën në 12-ën, një vit më vonë pastaj, pas i bën 6 muaj mbledhja ta për të ndarë
trojet shqiptare në Londër, pastaj na vendosën këto kufi. Pa Ismail Qemali e bëri pavarësim për të gjithë ato dhe gjithë ata delegatët që ishin atje.